Hoxha, mundemi me pi hapa gjatë Ramazanit për cikel, për mos më prish agjerimi. Për ata që nuk e din, ka barna hapa të caktuar të cilët e vonojnë ciklin për disa ditë. Po edhe ka të kundërtën, hapa të cilët e shpejtojnë. Ulemaja kanë folë për këtë mesele, sidomos të çështja e haxhit. Për gratë që shkojnë haxh, edhe janë me kompani të caktuara dhe orari kur më kthy në vendlindje është i prerë. Edhe nëse i vjet cikli gruas gjatë asaj kohës arrin Mekë, nuk mund me bë tavafin. E pa tavafin e haxhit, nuk pranohet haxhi, nuk kryhet obligimi. Nëse gruaja shkon në vendlindje kthehet pa bë tavafin për shkak të ciklit mujor, atëherë në këtë rast ajo nuk e ka kryer haxhin. I mbetet obligim për vitin tjetër ose mas 2 vjet ose kurdo që të mundet me ardhur edhe një herë në haxh. E ke parasysh? Në këtë rast ulemat e kanë leju gruaja me përdor këto hapa për vonim të ciklit mujor. Mirë. Kalojmë te ibadetet të tjera të cilat lidhen me pastërtinë fizike të famës, siç është Ramazani. A me përdor apo jo? Unë nuk kam lexuar që e ndalon dikush, por në bazë të analizave të disa leximeve që i kam bën, ulemat, dietarët nuk e përkrahin këtë fakt, që do të thonë me përdora sobana, pra se ajo mund të ketë ndonjë dëm ansor shëndetësor. Kjo e para. E dyta, kjo gjë ka ndodhur edhe në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, grave të tij, të cilat janë anku që i ka ardhur cikli mujor në kohë të umrës bashkë me haxhin, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka treguar apo e ka qetësu bashkëshortën e vet duke i thonë, kjo është një natyrshmëri që Allahu e ka kriju çdo femër, çdo vajzë në botë. Prandaj, më mirë është me pranu këtë realitet, edhe me u bazu në ato hadithe të tjera të cilat thonë se kur besimtari e ka një nijet me bën një vepër të hajrit, por kanë dalë disa shkaqe ansore, edhe kanë penguar nga ibadet, e ka sevapin. Prandaj, ti në momentin që vjen cikli mujor, edhe e ke niyetin me agjëru, po për shkak të rrethonave fizike, e ndërpret agjërimin sevapin e kit plot. Kjo nuk ta largon detyrimin me agjëru mas, por sevapin nuk ta kput. Apo tan. Man ti sevapin e kit normal, vetëm që obligohesh mas Ramazanit. Çka më mirë me pranu këtë natyrshmëri. Kjo përgjigje sipas asaj që kam analizuar. Në të ardhmen mund ta ndroj edhe unë, edhe të them s'ka problem fare, ose mund të ndëgjoni ndonjë dietar më të madh, ajo është mesele tjetër. Allahu e di më së miri.